Policia e Tiranës ka ndaluar në fragrancë të riun nga Shkodra teksa merrte një pako me 7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC-je, vijojnë hetimet për kapjen e bashkëpunëtorëve dhe porositësit e dërgesës nga jashtë. Në operacionin e mirë organizuar nga Policia e Tiranës, i koduar Kontinenti, është çuar në goditjen e një rasti të tentativës për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike me origjinë nga Kanadaja. Në kuadër të këtij operacioni, forcat e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë si dhe me filialin e qendrës tranzite të postës shqiptare, kanë arrestuar në flagrancë një 22 vjeçar banues në Shkodër. I arrestuari është shtetasi Orest Kutaj, i cili u kap me një degë postare në zonën e Vorës, në momentin që po tërhiqte një pako të ardhur nga Kanadaja. Brenda pakos, autoritetet zbuluan 7 kg lëndë narkotike të dyshuar si kanabis sativa, me përqindje të lartë të përbërësit psikoaktiv, THC, çka e bën atë veçanërisht të rrezikshëm dhe të kërkuar në tregjet ilegale. Sipas burimeve zyrtare nga policia, hetimet e para tregojnë se droga ishte futur në territorin shqiptar përmes postës ndërkombëtare, një metodë që trafikantët e drogës po e përdornin gjithnjë më shpesh për të shmangur kontrollet në pikat kufitare dhe në aeroporte. Sasia e kapur ishte ambalazhuar në mënyrë profesionale për të kaluar pa u zbuluar në skanera dhe kontrolle të rutinë të doganës, por fal bashkëpunimit me strukturave të ndryshme të policisë dhe monitorimit të vazhdueshëm të dërgesave të dyshimta, tentativa u godit në kohë. Gjatë vijimit të hetimeve, Policia e Tiranës ka arritur të identifikojë edhe porositësin e vërtet të pakos, i cili është shpallur në kërkim. Ka dyshime të forta se ai është pjesë e një rrjeti më të gjerë të trafikut të drogës, i cili operon mes Kanadasë dhe Shqipërisë, përmes përdorimit të shërbimeve të postës dhe ndoshta në bashkëpunim me persona të tjerë brenda vendit. Burime konfidenciale bëjnë me dije se autoritetet kanë nisur një hetim të thelluar për të identifikuar të gjithë hallkat e përfshira në këtë skem trafiku, duke përfshirë edhe mundësinë e përfshirjes së ndonjë punonjësi të postës apo bashkëpunëtorëve të tjerë logjistik në Shqipëri apo jashtë saj. Materialet procedurale lidhur me arrestimin e Orest Kutajt janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, e cila ka marrë në dorë hetimin dhe do të ndjek veprime të mëtejshme ligjore. Ndërkohë, policia ka intensifikuar përpjekjet për lokalizimin dhe arrestimin e tij, si dhe për zbardhjen e rrjetit të mundshëm të bashkëpunëtorëve. Operacioni Kontinenti konsiderohet si një ndër goditjet më të rëndësishme të muajve të fundit në fushën e narkotikëve, sidomos në një kohë kur autoritetet shqiptare ndodhen në presionin e rritur për të frenuar fenomenin e trafikut të lëndëve narkotike përmes territorit tonë drejt vendeve ndërkombëtare.